Luftëtari ka nisur përgatitjet për sezonin e ri futbollistik me objektivin e vetëm gjitje në kategorinë e parë. Skuadra Gjirokastrite i është besuar sërish në Ritan Novit, i cili përmes mikrofonit RTS Gjirokastra u ka uruar një sezon të mbar lojtarëve të vet. Me fillimin e sezonit të ri futbollistik, i uroj suksese të gjithëve. Uroj që sezonin të jetë një sezon i suksesshëm, me sa më pak dëmtime, me rezultate pozitive dhe me një futboll cilësor. Do punojmë për të përgatitur sa më mirë, do punojmë çdo ditë për të përmirësuar nivelin e lojës dhe për të arritur objektivat që ne kemi vendosur. Besoj tek grupi, tek punë e palodhur dhe tek bashkëpunimi mes lojtarëve dhe trajnerëve. Dua të falenderoj kryetarin e bashkisë, klubin, stafin, lojtarët dhe tifozët që na mbështesin. Dhe së fundi, për të gjithë këta që përmenda më lart, shpresoj t'i bëjmë krenar gjatë këtij sezoni. Seanca stërvitore ka nisur, ndërkohë që pjesë të tij deri në këtë momente, luftëtari ka bërë 6 lojtar vendas dhe të huaj që kanë luajtur në kampionatin shqiptar e të tjerë pritet i bashkohen në vijim. Kemi prej 2 ditësh që kemi nisur sezonin e ri 2026-2027. Objektivat dihen që klubi ka rikthimi në kategorinë e parë. Kemi bërë disa afrime si portieri Ali Muçaj, Dulaj, është rikthyer në Gjirokastër Avduli. Jemi në pritje disa lojtarëve për të kompletuar ekipin dhe të vazhdojmë tek objektivat që kemi në si klub. Është ruajtur rreth 80% e grupit që kishim në kampionatin e kaluar. Kemi afruar dhe këta 3-4 lojtarë, jemi në pritje dhe të 2 lojtarëve të tjerë dhe siç e thash më parë që objektivi kryesor është rikthimi në kategorinë e parë, që është objektivi kryesor që ne kemi si klub. Kampionati për kategorinë e 2 do të nisë në 12 shtator.